Ndodhemi në plazhin e Semanit, pikërisht në vendin ku dje pas dite janë parë të kalonin në një lartësi jo shumë të madhe 3 avion të vegjël, tipi të cilëve ende nuk dihet. Rreth orës 15:20 të pasdites së të dielës, 3 avion të vegjël ngjyrë të bardhë kanë fluturuar në një lartësi të ulët në plazhin e Semanit në Fier. Kjo konfirmohet nga banorët të zonës, të cilët nuk pranojnë të flasin para kamerave, por pohojnë se një prej avionëve ka fluturuar shumë ulët pranë pikës së kontrollit detar në plazhin e Semanit. Në këtë zonë nuk janë gjetur shenja të uljes së avionëve. Banorët thonë se nuk është hera e parë që shohin avion të tillë të fluturojnë mbi kokat e tyre. Fillimisht denoncimi për fluturimin e këtyre avionëve është bërë në rrjetet sociale, ku hodhën dyshime për furnizimin e tyre me drogë, pikërisht pranë plazhit të Semanit. Avionët sipas të dhënave vinin nga drejtimi i qytetit të Vlorës drejt Divjakës apo drejt Durrësit. Edhe nuk dihet se cila ka qenë arsyeja e fluturimit të këtyre avionëve pikërisht në këtë zonë. Madje në denoncimet e bëra nga qytetarët, të cilët kishin filmuar avionët që fluturuan në këtë zonë, përmendej edhe një post bloki ngritur nga ana e policisë së Fierit pranë kryqëzimit të Semanit, ku sipas denoncuesit, ky post blok është ngritur për të favorizuar avionët e drogës. Por sipas policisë së Fierit, posto bloku ekziston prej disa muajsh, me një vendim të Këshillit të Ministrave për mbrojtjen e pyjeve, pas hyrjes në fuqi të moratoriumit. Në këtë posto blok janë 4 shërbime: Policia e Shtetit, Policia Ushtarake, Policia Tatimore dhe Policia Pyjore, të cilët kryen kontrolle ndaj të gjithë personave që shkojnë në plazhin e Semanit, në Darzez apo në zonën pyjore. Pas muajit mars të këtij viti, Këshilli i Ministrave ka vendosur që të gjitha zonat e gjelbëruara të ruhen me një task force, e cila bën të mundur ruajtjen e pyjeve ndaj dëmtimit. Ende nuk ka një reagim zyrtar nga organet përkatëse për avionët që janë parë të fluturojnë mbi zonën e plazhit në Seman, pasi nëse ata rezultojnë të kenë leje për të fluturuar në vendin tonë, atëherë autoritetet tona kanë dieni dhe mund ta faktojnë lehtësisht këtë gjë. Avionët me drogë nuk janë histori e padëgjuar për Shqipërinë. Rreth 2 muaj më parë, avion të vegjël që ngarkoheshin me drogë u denoncuan se ishin ulur në zonën e Bishtporës në Vlorë. Madje nga pala italiane u bën publike edhe foto të avionit që dyshuaj se ulej në këtë zonë, ku gjendën dhe gjurmë. Për të mos harruar 2014-ën, që shënoi një rast flagrant, avioni tip Piper u rrëzua në plazhin e Divjakës, teksa transportonte sasi të konsiderueshme droge.